U rikthyem sërish në studio, si gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit ton me të ftuarit tanë. Kësaj radhe do flasim pikërisht për një autor për librin e fundit të botuar, Lirika Majhoshe Tetovare. Nuk është thjesht një libër poezish, por një hartë emocionale tetovës dhe epologut nëpërmjet dialektit, humorit, dashurisë dhe kritikës sociale. Lirim Alia ndërton një univers poetik që ngjan një kronike shpirtërore të jetës shqiptare urbane në Pologë, ku bashkëjetojnë mahalla, gurbeti, dashuria, ironia dhe kujtesa. Poeti e ngret të folmën tetovare në nivel të artit poetik serioz në historinë e letërsisë shqipe. Dialektët shpesh janë përdorur për folklor, humor ose ngjyrim lokal, por Alia e shndron tetovarqen në instrument të plot artistik për të trajtuar filozofinë, dashurinë, emigracionin dhe kritikën shoqërore. Poezia e folmja jon funksionon si manifest kulturor dhe gjuhësor i librit. Në këtë poezi, poeti nuk e trajton dialektin si mjet teknik, por si pjesë të identitetit emocional. Me atë gjuhë, njerëzit kanë qeshur, qartë, dashuruar dhe përjetuar jetën. Dhe sot me mua në studio kemi autorin e njohur Lirim Alia. Mirë se erdhët, i nderuar në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Mirë se u gjeta. Mirë mëngjes si shikuesve tuaj, faleminderit për ftesën. Më pëlqeu hyrja, si e bot, domethënë tamam ashtu është. Faleminderit. Mund të na thoni se ju jeni një ndër poetët e rrallë shqiptar, që bashkon të themi humorin me melankolin pa krijuar kontradikta artistike. Në të njëjtën poezi mund të themi që mund të gjenden vargje thumbuese dhe një mall i thellë, gjë që krijon një ndësi të veçantë emocionale. Mund të na thoni se çfarë mesazhi dëshironi të përcjellni deri tek lexuesit? Këto që i përmendet ju janë pikërisht të ky libër, i shkruar domethënë të folmën tonë ose në dialektin epologut ose tetovar. Ky libër është i bërë domethënë për një moshë gjalloshare, domethënë ndërmjet shkollës mesme dhe pak më shumë. Është e vërtet, është shkruar në gjuhën tonë, por ka edhe humor. Ka edhe sarkazëm dhe ridiku, mirë po jo si qortim. Më shumë si, domethënë si stimulim ose në formë humori. Pse e them këtë? Sepse në këtë libër janë përmend disa lëndë që në protagonisti që i shkruan to, domethënë u paraqitet vajzave të shkollave të mesme kryesisht nëpërmjet lëndës përkatëse me terminologjinë e tyre, kuptohet në formë humori, mirë po mundohet që t'i shpreh gjitha këto që i përmendet edhe e ka dhënë më sukses. Në poezi, pse vendosët i kushtoni një rëndësi të veçantë të folmës tetovare, pikërisht në poezitë që në librin e fundit që keni botuar? Shikoni, unë në gjuhën shqipe shikoj si një pemë të bukur, edhe me lule të bukur, edhe me fruta. Po, e këtë jam domethënë shumë i kujdesshëm, se për këtë gjuhë standard letrare shqipe dhe besnik. Mirë po, atë pemë të bukur, kur e mendojmë se ajo ka disa rënjë. Edhe ato rënjë shumë pak flitet për ato, ose as pak, nuk duhet të tërproj. Në ato rënjë, domethënë, ne dim se kemi 2 dialekte kryesore, pastaj 9 dialekte të folme deri në zhargone. Njëra nga ato rënjët është edhe folmja jonë, se unë kam menduar se të folmen tonë të Pologut mund të di një numër i kufizuar, por nuk kështjenet, pastaj sepse kritikat dhe komentet që i kam marrë, edhe duke i postuar në rrjetet sociale të njëjtat poezie dhe libri që u bë, domethënë flitet, kemi të bëjmë me një popull, me një domethënë pjesë popullit, bi 1 milion frim që e kuptojnë edhe shumë, edhe disa që e kuptojnë, por nuk mund të shprehin. Domethënë, prandaj, si thot poeti i madh Azem Shkreli, mjafton të ketë një lexues të mirë, unë do isha i kënaqur. Edhe për mua. Mjafton nëna ime ta kuptoj dhe të jetë e lumtur me këtë që e kam bën, ose fshati, vendingja edhe rrethi, do isha i lumtur. U mundova ta bëj edhe pse ishte vështirë, se është libri i parë i shkruar në këtë më parë kanë shkruar dikush në një tekst këngë apo
tek tuk dikun. Mirë po si libër është i parë. Edhe si sfit, edhe si kënaqësi, ja arritëm. Prandaj thash, unë edhe pse si që përmenda më parë, jam u kujdesshëm me gjuhën shqipe. Mirë po, nuk e di pse kishte nevojë edhe pastaj duke u marrë me këtë libër zbulova shumë thesare. Që pastaj kuptova se dialektet ose të folmet janë vetëm pasuri. Gjuha shqipe është e pasur, do më thonë jemi një gjuhë që kemi dialekte të shumta të ndryshme, ndonjëherë si themi shqip flasim, po nuk kuptohemi për shkak dialekteve. Ndoshta edhe ne të Shkupit të vim andej ka Tetova nga fshatra se si fliset, nuk do të kuptohemi, do të na duhet ndonjë përkthyes, ashtu? E kam vërejtë se edhe po ato tjerët ju, për shembull, keni simpati ndaj të folës tonë, qeshni. Por unë më këtë libër kam dashur tam ani qeshti, po mos na për qeshti. Ashtu. Jo, nuk është. Sa nga përjetime të themi personale apo kujtime keni të themi janë të pranishëm në librin e juaj? Kujtime këtu pak më parë thash se janë të shkruara për shembull kujtimet nëse ka një fillim do mendoja nga mbarimi i shkollës fillore, edhe ajo periudha deri në ta quajmë shkollë e mesme vitet e para të fakultetit. Domethënë kjo trajtohet tu edhe ato kujtime. Ndoshta do duhet ta bëj një libër tjetër me po të njëjtën natyrë, vetëm për fëmijërinë. Tu shumë pak ka për fëmijë. Domethënë i keni përzier gjitha të themi gjitha moshat këtu. Po gjitha moshat. Edhe atë që harrova ta ceki këtu për shembull, është e dialektit tonë, mirë po nuk është vetëm folklor këtu. Ka edhe gjuhë të avancuar, gjuha të emra shkencor, tu përmendet tash teknologjia avancuar, përmendet Facebooku, përmendet disa gjëra nga fizika, janë të bëra bashkë. Të gjitha këto janë të bëra bashkë. A mendoni se poezia sot po e humbë vendin e saj, të themi, përballë rrjeteve sociale dhe teknologjisë, apo vazhdon të mbetet e pazëvendësueshme? Ju e cekët pak a shumë që nëpërmjet poezive keni përmendur Facebookin, këto gjërat. Por sa ndikon edhe kjo pjesa këtu? Kjo tash kohët kanë ndryshuar, ne menduam se kur doli Facebooku, si rrjeti parë social, më komunikues dhe pastaj Instagrami dhe të tjerë, ne menduam se mbaruam, ne poetët ose krijuesit tjerë artistik, mirë po mendoj se nuk është tash deri në fund edhe inteligjenca artificiale, domethënë shumica mendoj se është e rrezikshme por unë nuk e marr ashtu. Mund të ajo edhe të përdoret, mirë po në mënyra pak më zyrtare, më të shpejta gjëra, më të si fast food që quajmë. Mirë po, kur është puna për shkruar poezi, atëherë duhet dora, lapsi dhe një zemër, një shpirt, ndryshe. Kjo edhe mendoj, po e njëjta ka ndodhur tash mos im një histori kur është shpikur aparati filmik. I kanë thonë Picassos mbarua që piktorët, jo, s'kemi mbaru. Pastaj lindën kubizmi dhe ndryshimi. Domethënë edhe poetët duhet ta bëjnë këtë. Domethënë jo ta mposhtin këtë teknologjinë e avancuar. Mirë po, mund edhe të shkohet paralel, ose si rival, të quajmë thojza, kështu, është e mirë për mua. Mund të na thoni se çfarë dallon librin e juaj nga librat e tjerë? Ose të themi poezitë e juaj? Tash do të përmendej se çdo artist ose çdo poet duhet ta ketë stilin e vet. Stili im u krijua, filloi të krijohet që në moshën para 30 e sa vjeç, që kur isha në shkollë të mes, fillova të shkruaj, edhe e krijova stilin tim. Vargjet e lehta, të rimuara, që mundësisht të bëhen tekst këngë, atëherë unë kështu mendoja. Edhe vazhdoj dora pastaj e njëjtë, kur fillova të shkruaj në dialektin tonë, në formën tonë, i njëjti vetëm fonetika, fjalët ndryshohen, domethënë i njëjti stil. Nuk ka dallim, vazhdoj të njëjtin rrugtim të
i qëndroj besnik asaj që të vargut e letë, por në këtë rast në dialektin tonë. Në dialektin tetovarqe, ashtu. Zotri Alia, mund të na thoni se ju keni qenë edhe një ndër tekst shkruesit e parë të grupit Elita 5. Si lindi bashkëpunimi? Na tregoni si fillua të bëni këngë, një ndër këngët më të njohura të Elita 5 është edhe ajo Al Capone që vazhdon të dëgjohet edhe sot nga brezat e rinj. Para se të dalë të kjo përgjigje, harova të them kur piqen që më bëhet paraprake dhe të përfundoj, kështu më shkurt, këto poezi që kam shkruar në të folmën tonë, po të ishin shkruar në gjuhën letrare, nuk do të kishin efektin. Kuptimin e njëjtë, mund të themi? Këtë desha të them. Tash përgjigjem para. Po është vërtet se unë jam autori i teksteve të para të Elitës 5, të grupit njohur Elita 5, ndërto edhe kënga Al Capones. Këto janë shkruar në vitin, ndërmjet vitit 1989, 90, atëherë isha shumë i ri. Ishte koha kur gjërat ndryshuan, shpërbërje shtetesh, tranzicionesh. Pastaj ndryshonin shumë gjëra, ndryshonte edhe trendi, edhe moda, edhe çdo gjë. Kalonin nga një, më thonë, mund ta quhen nga një sistem që ngulfatës, paktën, kështu mund ta quhet, të kulturës sonë, edhe pritej prej neve të bëhet diçka po shumë më ndryshme. Filluan edhe shkrimtarët, edhe artistët tjerë, edhe piktorët, filluan të ndryshojnë gjërat, kishin më shumë liri veprimi, në këtë rast edhe këngëtarët. Në të tofë, edhe Shkup ka pasur edhe aty këtu, deri në Dibër, Stru, ka pas grupe kështu, edhe Elita 5 ishë formuar, edhe kishin nevojë për tekste, edhe ndodhi, rastësisht e ka përmendur dikun tjetër, njihesha me motrën e këngëtarit në gjimnaz, se kisha shoqe, edhe e tha, pse nuk e provon të shkruash tekste këngësh? Nuk e di si shkruan, edhe paktën se dëshironin rock ose pop muzikë. Nuk isha i ri, mirë po i shkrujta ato tekst që mendoja se mund të jenë. Do bishin edhe ndodhi që mrekulli ata i kanë marrë, i kanë bërë këngët edhe kanë dalë. Çfarë emocioni keni kur i dëgjoni që vazhdon të dëgjohet ajo këngë sot edhe atë ditë themi që sa vite që 3 dekada dëgjohet një tekst i shkruar nga ju, por i interpretuar nga grupi Elita 5? Pa natyrisht emocionet s'kanë mbarim, kanë qenë dhe të vazhdojnë, sepse për shembull jo vetëm këtu, po edhe gjithandej në për shqiptari ku të shkosh, edhe shqiptarët që janë në diasporë, rastësisht kam taku e dëgjon dikush Al Capone ose ndonjë diku në lokal, edhe dikush i thot për mua njënit, ai shumë fans, domethënë të gjuhës i rregullt, i besnik, e thot, a e di se ky është autori? Se, për shembull në Itali ka ndodhur kjo, ndonjë vend tjetër, nuk besonte. Jo, mendoni se kush i di çfarë duhet të jetë ai që ka shkruar tekstin. Do thonë, janë tekste të pavdekshme, kanë thënë, kështu si ka thënë. Edhe e çmojnë vazhdimisht, ka mbetë, është një këngë që është shkruar, i ka gjetur të gjitha kohën, artistët, edhe poet, të shkruasin. Jo vetëm ajo këngë, edhe të tjera, se ka edhe shumë këngë tjera të bukura, po emocionet, po edhe krenari ndonjëherë se përmendet edhe emri im. Edhe stimulues, edhe për tjerët, po edhe unë pas të kam vazhdu të shkruaj edhe tekste. Mund të themi që janë tekste të pavdekshme, që do të dëgjohen edhe shumë nga brezat të tjera. Mund të na thoni se kur i dëgjoni sot këngët, a do të ndryshoni diçka në tekstet? A do të thënë tekstet që janë shkruar më parë? Po, më parë, a do t'i ndryshoni diçka? Është një pyetje interesant, edhe vetë ja kam bërë vetës, ose me ndonjë shok kur kam bisedu. Po, disa tekste do kisha ndryshuar. Më duken shumë thjeshta, disa, edhe pse ato e kanë marrë, domethënë, atë famën e tyre. Te disa jo, se pastaj mekanikisht prishin. E hubin të themi atë. Një 2-3 tekste, po, do i kisha ndryuar. Do më thëmë, do i kisha shtuar disa gjëra. Për shembull është një tekst Arkimedi, shumë thjeshtë, kam thënë, është dashur pak më shumë. Don Kishotët në Korçë është dedikuar Prishtinës, nuk do të kisha ndryshuar.
Al Capone jo, edhe disa tekste tjera jo, ama në disa gjëra po. Mund të na thoni se si i shihni dallimet mes teksteve të këngëve të asaj kohe dhe atyre që dominojnë sot në skenën shqiptare? Tekstet, jo vetëm në muzikën shqiptare, tekstet e tashme, që unë jam në Itali, për shembull që Sanremo, edhe aty unë i vrej tekst, i shikoj tekstet, nuk ka më tekste si dikur. Edhe unë e shprej, bëm ndoshta edhe e teproj ndonjëherë, teksti i këngës ka vdekur në shekullin 20. Unë them kështu, ndoshta e teproj. Bëhet muzikë, ka dhe tekstet mira, më shumë pak, tekst me tamam, se pastaj, kur flasim për tekstin e këngës, jo çdo poezi mund të bëhet tekst, ose jo çdo simfonisë mund t'i vësh tekst, kështu më thonë, jo çdo, kështu do të them, atëherë ishin gjërat, për shembull muzika e mirë, edhe teksti, deri diku jo shumë i rënduar, bëhe një bukurie e tërësishme. Ndërsa sot, vetëm muzikë, tekst shumë pak, atëherë thonë mos le që heqin edhe atë pak që ja kanë venduar, nuk ka, domethënë, jo vetëm këtu, problemi është, ndërsa këtu pakës edhe e kanë tepruar. Ka shumë fjalë klishe të përdorura, vetëm u androjnë vendin, gjithmonë ato ma të shënbo edhe banale deri diku do kësha thonë, për shembull, zemra ta ka falë, vuaj për ty, vetëm këto fjalë përdoren. Po thuaj në mënyrë tjetër. Prandaj edhe ato tekstet, sidomos muzikës bavicit, rockës e pop, teksti do të jetë lakonik, me pak fjalë, me thyrje, por me mesazh të madh. Kështu ishte qëllimi, edhe kështu duhet të jetë. Siç ka qenë më parë edhe ato legjendat e rockut në Angli, Amerikë dhe në visi tjera. Mund të themi që në atë kohë kanë pasur më shumë kuptim tekste, kanë përcjellur një mesazh. Po sigurisht, po e marrim kështu një shembull. Sikur grupit Elite 5 ti thonin do vinin në koncert në Tiranë. Mirë, po pa tekst. Vetëm me muzikë. A ka kuptim? Nuk ka. Këtë desha të, ose shkosh vetëm me tekste, edhe tekstet e mia, kur i marr si poezi, me që kanë lindur si poezi, nuk më duken as interesant. Mirë, po muzika i ka bërë bukur. Kjo është, duhet jam edhe mirënjohës dhe tyre që kanë bërë këtë punë ashtë mirë. Dhe gjitha këto. Zotëri Alia, ju keni jetuar në Itali jashtë vendi, do më thënë, si ka ndikuar mërgimi në krimtarinë e juaj letrare? Po, jam larguar më shumë se 30 vetë në Itali, shkova vetë që të disa vjetë që të kthehem, se kushtet ekonomike kishim ashtu, edhe të rikthehem, pas të vazhdoj me atë që unisa në qëllimin e jetës të mërë. Mirë po, ndodhi që marra dhe familjen edhe vazhdoj jeta jonë atje. Natyrisht, edhe pse me familje, me krejt, edhe jo vetëm ne familje ngushtë, po edhe vëllezër e motra atje, prapa jo plaga, vendi, shembull, për ta kuptuar më mirë. Nëse unë atje kam bën 20 vetë, afër 10.000 net kam fjetë në Itali. Sa ëndra mund kisha pa? Asnjë ëndër nuk e kam pa si kur jam në Itali. Krejt ëndrat si kur jam këtu. Mesazhi në shumit, do të thënë, kjo është neve na lidhën ajo, sidomos ne që kemi lindur këtu, edhe jemi larguar mbas një moshe, edhe atë me zemër të coptuar. Gjithmonë shikimet këndej. Edhe kam vazhduar të lexoj, kam vazhduar edhe të shkruaj, edhe natyrisht ka ndikuar se ka thënë një poet, tash më kujtohet emri, për të shkruar, për të nxjerrë diçka, një poezi, duhet të kesh një kaos në shpirt. Qoftë pozitiv, qoftë negativ, prandaj edhe mund të them edhe ndoshta më ka ndihmuar kjo që ju ka ndihmuar. Po që mund të na thuani se cilat kanë qenë sfidat më të mëdha në rrugtimin tuaj si poet, shkrimtar dhe tekst shkrues? Si tekst shkrues unë nuk kam pasur, domethënë, sfida, i kam shkruar, janë bërë tekstet, pastaj më vonë janë paraqitur edhe këngëtar të rinj, atyre u kam shkruar. Sa i përket poezisë, edhe këtu nuk do i kisha quar sfida, mund të kishte qenë për shembull, mund të kishte qenë te botimet, realizimet, jo se ana teknike,
për ta vendosur. Po problemi ka qenë se unë mendoja se nuk jam, nuk i konsideroj vetëm poet të mirëfillte dhe vinte turp, hajde se ti mirë shkruan, ose dikush, hajde se mirë luan valle, ai mund t'i ngatroj kohën. Kështu e konsideroj vetëm, kjo është sfida që ta vendosi. Edhe vendosa, tash që e kam vendosur edhe gjithë shka që kam të përgatitur për botim, do të apoj se nuk shkruaj vetëm tekste këngësh dhe në dialektin ton, por shkruaj edhe gjëra tjera. Edhe gjëra tjera. Cila është gjëja për të cilën ndjeni më krenar kur shikoni pas në jetën dhe krimtarin tuaj? Po, krenar, edhe pse nuk është komplet, më thonë, merita ime, prap do kthehemi ajo kënga e famshme Al Capones, ku dëgjoj dhe dikush thotë ja autori. Ajo ju vënd pa të modesti, po është ajo, sigurisht. Ju them edhe me plot kuptimin e fjalës, është një këngë e pa... është një merit e përbashkët, po bëj pjesë edhe unë kjo. Në të ardhmen ndoshta do ketë diçka se libri i radhës do të jetë me poezinë në gjuhën standarde dhe siç e thash do të jetë me vargje të lehta që mund të bëhen tekste këngë. Mund të themi që këto do të jenë projektet e reja të juaja në të ardhmen? Po nuk e di nëse keni pas pyetje, po kjo ishte, domethënë, i radhës aty ka vjeshta, mendoj e kam të përgatitur një libër, një përmbledhje me poezi në gjuhën standarde. Në gjuhën standarde. I kam shkruar gjatë periudhave ndryshme dhe do i mbledh gjitha. Pastaj tjetri në prozë, kështu me radhë. I kam të gatshëm 4-5 libra, po vetëm duhet t'i mbledh e t'i botoj. T'i botoj, kështu që do ju presim edhe një herë në studio me librin tjetër të radhës në gjuhën shqipe standarde. Unë tani do ju kisha lutur nëse do të mundeshi ta lexoni një poezi, sepse ta marr unë ta lexoj në dialektin të Tovarçit do dal unë çesharake. Kështu që më mirë ta zgjidhni ju. Nuk është problem. Tu ta din, domethënë, shikuesit se mirë shumë një saksi e bukur, po shka ka brenda të di. Do të ketë edhe lule të bukur aty. Nuk e di për cilën poezit përcaktohem. Cilën ta duani, jo, nuk është problem. Sa kohë kemi? Se mund tjetë do njëna ma gjatë më shumë. Pak më të shkurtë se mundër, sepse hapësira televizive koha nuk na premton shumë. Po mirë, me që folëm për edhe si hyrje këti libri është kjo shkollimi dikur e në shtaj. E në pse në atë vaktin tonë kushtet katastrofë. Po për qau si duhet, vëllnet kishim me kofë. Përveç s'komës madhe, e në lisht kaparët, plus pak paralele bëshin për shqiptarët. Në Tetov atër ishin 4 shkollat mesme. Pika kitë onët vajshin, bilen e piprespe. Neve të katondit kraja në obofte si karpuza. Gjithë ditën e lume vajshin vesh djallë të puza. Vërtej mi mundau sham e kemi pas zartë, po te e për kemi mësau, si sot profesorët. Baba të shtajshëm më njëherë marën malin, hu gjumë me kësnajnë, mos ma qërta gjallin. Me kalzau për klasat, ndoshta su dhëzjet bes, mbaj 30 gjem, a cauca 4 pens. Me cauca të në folshim, vesh dhe një rralë, atëherë kur i pajshim, a kini pënkallë? Nuk e përsadëshim modën tulli farmarke, kitë mot i ka përsite me ditë repal rake. Së nëmbrojshim kur njëherë të Armania Gucci, por një setre veshim nërë unë, nërë babuqi. Juve shtaj vullnetin va ka hongur uki, va merë vaktin Viberi, WhatsAppi, Facebook. Sot va bëj një urim, po se disa do njone. Thenja komën shëjtonit, e në nështë një mësone. Shumë e bukur dhe shumë interesante. Të gjitha kështu janë me landët e ndryshme, në mënyrën e ndryshme. Dhe në fund cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë lexuesit e librit? Po mesazhi unë me që sa po mbaruam gjetë e pata librin edhe të Panajiri, që ndodhi është një ngjarje shumë interesante. E pa disa miq që takoja e kërkonin librin edhe pastaj ato me siguri do përcjellin edhe unë do të them se libri është me vërtet i mrekullueshëm, fluid ta quajmë, edhe pse dikush kur është tetovare
Po të paktën për ata që e flasin, që si që përmendëm më parë, janë shumë frymë që e flasin, e kuptojnë, për ata që dikush për shembull mund ta marrë, ata që nuk e kuptojnë aq mirë, ose ta marrë nëpërmjet dikujt, të kuptojnë shumë gjëra, se shumë gjëra edhe ne sikur i kishim harruar, disa gjëra ishin fjalor, nuk përdoret, disa nuk janë fjalor. Halis? Është Po, halis? halis është, po e vërtet, halis. Ju faleminderit shumë edhe një herë që ishit pjesë e emisionit ton. Mua sido që tjetë më pëlqen dialektit e Tovarçes, çdo herë kur shkojmë edhe për xhirime atje, mundohemi disi edhe ne të flasim por ajo është e lindur, ajo është gjuha ku jemi rritur apo vendi. Ju faleminderit edhe një herë, shpresoj që t'ju kemi edhe një herë në studion ton. Faleminderit edhe juve, edhe pse kohë ishte më duke shkurt, mu nuk e di, nuk e di e kemi thënë ata që çdo të them, po ndoshta një tarbe duhet ta bën një. Të zgjerojmë, ju premtoj që një ditë në të ardhmen do flasim edhe më gjerë lidhur për gjithë karrierën tuaj në krimtari. Ju faleminderit.